Por ne angazhon ta çosh të vogël në karate, në balet, fenomenin, më kupton? Dhe ndalimi është bllokosh? Jo, nuk është kjo. Unë nuk mendoj se kjo është metodë. Sigurisht, sepse nga mosha 15, 16, 15. Po kjo është diktaturë. Ti ashton dëshirën që ai të gjejë një mënyrë jo ilegale për ta bërë. Nuk është ende gati për të ekspozuar ndaj pamjeve të seksualitetit. Nuk është ende gati, është duke formuar identitetin e vetë dhe nuk është ende gati për të përballur me ankthin e krahasimit që japin scrollet e rrjeteve sociale. Një herë në moshën pas 15 vjeç. Po pra, presuppozohet që është më i maturuar 15-16 vjeç për të ekspozuar, sepse është vërtetuar që ka probleme. Është edhe momenti që formohesh karakterisht, në sensin nëse flasim për Jo, një sekond para se të kalim te ajo. Identiteti, krijohet identiteti. A e mbyll dot një herë? Po e mbyll, domethënë ligjërisht në sensin që ligjërisht. Mbyllet, nuk është TikToku që hapëm me VPN. Këtu bëhet fjalë që të gjitha kompanitë e mediave sociale do kërkojnë në account, do kërkojnë të dhëna që fëmia të identifikohet. Prindi vetë do është i detyruar që të për akaunti që do hapet. Me thënë ti mendon që ata nuk mund të hapin një akaunt falso ose pra mund të ndodhi pjesa, po një 15-16 vjeçare ka të vështirë pjesën, i më shumë ka tendenca për të nënshtruar autoritetit të prindit sa për të bërë hakerimi, siç e bëm ne me TikTokun. Pra hapëm VPN dhe gjetëm forma alternative për ta. Po është normale ajo mënyrë se si e mbyllim. Se si e vendosin mbylljen. Dhe se si vendosin kriteret e hapjes. Pjesa Prindrit duhet t'i kenë më në kontroll telefonat e tyre, pa diskutim. Prindrit me të vërtetë. Qa u zgjidh? Sikur të thash, sigurisht që nuk është duk fenomenin, por për problematika kështu të mëdha që po fliten sot dhe bien dakord të tërë, është si një lloj, unë e thash dhe në fillim, është si një lloj frene për të ulur intensitetin e gjithë këtyre problematikave psikologjike. Si pasojë dhe për këto mosha të vogla ka një impakt pozitiv. Ka një impakt pozitiv. Ka traumatike kur ata shkëputen, siç thotë Erioni, që është çështja që e madhe ta përjetojnë dhe të dinë se ç'është mërzia dhe nuk është traumatike për këtejnë ata, nuk është fëmia sot nuk po përjeton mërzi sepse nuk lihet nga prindrit. Të përjetoj mërzi sepse duke përjetuar mërzi kështu do rritet dhe kështu do piqet, kështu do procesoj të gjitha emocionet dhe do kuptoj se gjitha emocionet janë njerëzore. Rudina foli. Domethënë ne nuk e dimë nëse do përjetoj trauma ja, po jo, sepse ne nuk po dimë që t'i edukojmë këta fëmijë. Domethënë ideja është të edukohet për ta përdorur. Atëherë kam unë një gjë tjetër që s'është edukimi. Domethënë, nga 1 deri në 15 vjeç ky fëmia s'do ketë lidhje fare me botën virtuale. Po jo më Erion. Po jo se ti po e heq. Po ç'po i heq, po heq Instagramin dhe Facebook, flasim për media sociale, nuk po flasim. Fëmia një vjeç, 5 vjeç, po si do socializohet ose 8 vjeç, 10 vjeç nuk ka akante. Bëhet fjalë për moshën 10-15 vjeç ku fillon interesi për krijimin e identitetit. Deri në 10 vjeç nuk ne ashtu sandalle llastiku kishim tjetër gjë. Nuk ka lidhje. Çfarë do të thënë tani? Inteligjenca artificiale do ecë më shpejt se kalamaj tan? Po, jo, ato do jenë